që në momentet caktuara janë në përfaqësim që e kryejnë punën që duhet të kryhet në mënyrë që të fitohet një ftesë e tillë. Mos të harrojmë që sikur mos ishte roli zonës Osmanit, gjatë vitit të kaluar ne nuk do të kishim pas marrëdhënie fare ndoshta me administratën Trump, se s'kemi pas as qeveri. Mos të harrojmë që ne kemi pas institucione që kanë qenë në detyrë, të cilat Bashkia Ndërkombëtare përfshi këto edhe SBA-t kanë hezituar edhe të i takojnë. Lere më që të ketë ndonjë marrëdhënie më të thelluar. Kështu që duhet të vlerësohet si një kontribut i zonës Osmanit gjatë tërë vitit të kaluar që finalizohet edhe me këtë pamje. Mendoj që kjo do t'jetë definitivisht do t'i ndihmoj asaj në procesin e rizgjedhjes nëse Po prandaj, do ta shfryzoj si fotografi për ta kërkuar edhe një mandat para kuvendit. Pse jo, s'po them që është gabim, po unë tash e disa muaj kam folur për rolin e saj në përfaqësimin e Kosovës në nivel ndërkombëtar, sidomos në vitin e fundit, por gjatë tërë mandatit të saj, dhe kam thënë që për këtë kjo e ka merituar rizgjedhjen edhe para këtij eventi sot. Mirë, po ky event vetëm sa do të jap edhe një shtytje shtesë. Jo përmendet që edhe parti tjera e përkrojnë si iniciativë dhe si pjesëmarrje të Kosovës. Mirë, po kemi dëgjuar më herët që dy partitë kryesore opozitare ndoshta kanë qenë kundërshtuese në rizgjedhjen e saj. Në të njëjtën kohë është një paqartësi që na vjen nga lëvizja vendosje, pasi që as zoti Kurti, mirë po as ndonjë zyrtar nga partia e tyre nuk kanë thënë asgjë specifike rreth kandidaturës së zonës Osmani. Mos të harrojmë që zoti Kurti kishte thënë që do të konsultohet së pari me të. Kjo doli edhe publikisht e konfirmoi që është interesuar edhe për një mandat. Pas asaj nuk kemi pa asnjë reagim nga lëvizja vendosje. Mirë po, unë dua të shpresoj që do të jetë e propozuar prapë, pse jo mund të ketë edhe propozime tjera. Mos të harrojmë që zgjedhja e presidentit do të ketë garë. Gjatë gjithë kohës kemi thënë gjatë vitit të kaluar që do të ketë garë në ato votimet që bën në kuvend dhe do të ketë transparencë. Tash nëse nuk kemi garë dhe nuk kemi transparencë, atëherë çka u mor vesh kjo punë. Kështu që nëse ka debat politik mes partive politike paraprakisht, është shumë i mirë se ardhur. Kushtetuta dhe procedura e kërkon që të ketë një kompromis mes partive kryesore dhe të arrihet një përkraje 2/3 për presidentin e vendit. Mirë, po nëse ajo nuk arrihet, kushtetuta po ashtu e parashet një zgjedhje me një shumicë të thjeshtë, kështu që mendoj që është shumë e thjeshtë që zonja Osmani